Me rastin e ditës ndërkombëtare të librit në bibliotekën Mitrush Kuteli në Pogradec u zhvillua një aktivitet letrar me pjesëmarrjen e shkrimtarëve të qytetit, përfaqësues të Bashkisë Pogradec dhe anëtarëve të bibliotekës. Aktiviteti u hap me interpretimin e prozës së njohur të Kutelit E madhe gjëma e mëkatit, duke sjellë emocione dhe reflektim tek të pranishmit. Gjatë takimit, shkrimtarët ndan mendimet e tyre mbi rëndësinë e librit në shoqëri, duke theksuar rolin e tij në edukimin dhe formimin kulturor të brezave. Përfaqësuesit e bashkisë vlerësuan nisma të tilla që promovojnë leximin dhe mbështeten autorët vendas. Motivi dhe ajo çka duam të përcjellim në ditën sot është të kultivojmë dashurinë për librin, të japim sa më tepër mesazhe, të lexohet sa më tepër libri, të blihet libri dhe gjithsecili të krijojë bibliotekën e tij personale. Është pasuria më e madhe për çdo familje që të ketë një bibliotekë. Ajo çka ishte më interesante sot, krahas prezencës të shkrimtarëve të vjetër, ishin dhe shkrimtarë të rinj të shkollave të mesme të qytetit, jo vetëm të qytetit. Këtu u përzgjodh për të lexuar vepra e Kutelit, E madhe është gjëma e mëkatit, meqense Kuteli është shkrimtari më i madh i Pogradecit, një nga shkrimtarët më të madh shqiptar që ka i prozës moderne shqiptare. Dhe leximi kolektiv synonte që të gjithë të pranishmit të lexonin një fragment të shkurtër nga ky libër. Gjithashtu, këtu organizova dhe konkursi i tregimit të shkurtër, një konkurs i thjeshtë, kryesisht për të rinj, në të cilin u mobilizuan ose u dorëzuan shkrime në jurin tonë rreth 18 nxënës. Ky aktivitet ishte në kuadër të ditës së 23 prillit, ditës botërore të librit, përndesh të dy shkrimtarëve të mëdhenj, botëror Shakespeare dhe Cervantes. Ky aktivitet shërbeu si një moment i rëndësishëm për të nxitur dashurinë për librin dhe për të forcuar lidhjen mes komunitetit dhe letërsisë.